Është përkujtuar 30 vjetori i revoltës së të burgosurve në qafbarit të Pukës. Familjar të dy të ekzekutuarve Tom Doja dhe Sokol Sokoli, si dhe ishte burgosur në këtë burg famkeq, miq dhe shok të burgosurve dhe të ekzekutuarve, janë mbledhur në qafbari, atje ku 30 vjet më parë, rreth 500 të burgosur politik u ngritën në revoltën që përfundoi në mënyrë tragjike. Nga qafa e Barit, drejtori i Institutit të Ish të Përndjekurve Politik, Bedri Bloshmi, i ka bërë apel qeverisë që të mos i harronte premtimet që ka dhënë, ashtu siç e harroi qeveria e mëparshme. Edhe sot pas 23 vjetësh, këta heroj të vërtet, nga kjo ashtuqyrë demokraci, mbeten të cilësuar terrorista. E thënë troç me ligjin që u miratua për integrimin dhe shërbimin ekonomik nga bijtë e sekretarat të parë apo klysh të tjerë të komunizmit e sigurisë së shtetit nuk përfitojnë. Ky ligj duhet parë të gjendet një klauzol e gjakut i këtyre martive të mos shkojë i humbur. Prej vitesh, ish burgu famkeq i qafbarit ka mbetur i braktisur, duke u dëmtuar pak nga pak e ditë pas dite, si dhe duke tretur edhe ato pak gjurmë të mbetura të krimit. Ndaj të mbledhur në këtë mjedis, ish të burgosurit politik të qafbarit kërkuan që sa më shpejt burgu i qafbarit të shndrohet në një muze të krimeve të komunizmit.